Kosova po mbyll vitin 2025 me një rritje të ndjeshme të importit të veturave elektrike. Sipas të dhënave zyrtare nga dogana e Kosovës, importi i veturave elektrike ka shënuar rritje të dukshme, duke ofruar më shumë opsione për qytetarët dhe bizneset e ndryshme. Sipas përgjigjeve të dhëna për Lojminet, dogana ka bërë të ditur se gjatë këtij viti janë importuar gjithsej 170 vetura elektrike, ndërsa vlera totale e importit, duke përfshirë edhe taksat e tjera, arrin vlerën afro 3 milion euro. Këto shifra tregojnë qartë se ka rritje të interesimit për automjetet elektrike, si nga qytetarët ashtu edhe nga bizneset e ndryshme. Të dhënat tregojnë se këto modele kineze ofrojnë kapacitet të baterisë deri në 81 kW, ndërkaq ka një autonomi deri në 500 km, duke i bërë kështu të përshtatshme për përdorim të përditshëm, si dhe për udhëtime të gjata. Një markë e cila po dominon plotësisht tregun kosovar është ajo e BYD, e cila sjell mbi 100 modele të ndryshme në vend. BYD po importohet në Kosovë nga llojet më të ndryshme, çmimet e të cilave po ndryshojnë nga njëra tjetra, duke filluar nga 11.000 euro deri në 19.000 euro, duke i jepur kështu qytetarëve mundësi zgjedhjesh të ndryshme. Një tjetër brand i njohur që po importohet në vendin tonë është ajo e Volvos, çmimet e së cilës po variojnë nga 23.000 deri në 28.000 euro. Përveç këtyre dy markave të njohura, në Kosovë po importohen edhe disa marka të tjera më të vogla, por që po sjellin një trend pozitiv në vendin tonë. E disa nga këto firma janë Nissan, Smart, Porsche, si dhe vetura të vjetruara të cilat janë përdorur më herët. Ndërkaq një nga faktorët kryesor të rritjes së importeve është politika fiskale, sepse nuk ka taksa doganore. Në shumicën e rasteve për importin e këtyre veturave paguhen vetëm TVSH dhe taksa administrative. Kjo politikë ka ndikuar në kostën e blerjes dhe ka rritur konkurrencën e veturave elektrike ndaj atyre tradicionale. Gjithashtu importimi i këtyre veturave po ndikon edhe në ekonominë dhe në mjedisin e vendit. Siç vlerësuan ekspertët e fushës, ky trend kontribuon edhe në uljen e ndotjes së ajrit, e veçanërisht në qytetet më të mëdha, reduktim të varësisë nga derivatet e naftës dhe harmonizim me politikat evropiane për mobilitet të gjelbërt. Megjithatë, ata theksuan se gjithashtu kanë nevojë për investime në infrastrukturën e karikimit elektrik, si dhe edukimin e qytetarëve për përfitimet e mobilitetit elektrik. Viti 2025 shënoi një pikë referencë për tranzicionin drejt transportit të qëndrueshëm në Kosovë. Importet e veturave elektrike janë rritur në mënyrë të qëndrueshme, me modele të ndryshme dhe çmime konkurruese. Prandaj nëse ky trend vazhdon, vitet e ardhshme parashikojnë rritje edhe më të madhe të importeve të veturave elektrike në Kosovë, e ku sipas ekspertëve vendi mund të bëhet një prej tregjeve më dinamike të mobilitetit elektrik në rajon. Për shkak të rritjes së kërkesave për blerje të këtyre automjeteve, në Kosovë u përmirësua edhe infrastruktura që u takon atyre, e që në fakt lidhet me vendet ku ato mund të mbushen. Tani më në thuajse gjithë Kosovën ka vende adekuate për mbushjen e tyre, e që ja u lehtëson të gjithë shoferëve të cilët vetë se kanë vendosur që të mbajnë vetura të ngjashme.